Përshëndetje të dashur ndjekës dhe mirë se vini në podcastin ton të radhës Rishtazi. Sot në studio do të kem studentët të cilët e ngritën gjithë vëmendjen jo vetëm në Maqedoninë e Veriut, por edhe në gjithë rajonin rreth provimit të jurisprudencës, por e cila çështje po te kalon këtë problematik sepse më tepër tashmë të gjithë e diskutojnë fenomenin se si qaset shteti i Maqedonisë së Veriut ndaj përdorimit të gjuhës shqipe në mënyrë institucionale dhe përtej. Reagimet janë të shumta, siç thash, nga Maqedonia e Veriut, por edhe nga rajoni, dhe studentët sërish kanë vendosur të protestojnë dhe kjo do të jetë të hënën. Por çfarë i shtyu për një protestë të dytë dhe çfarë do ndodhë në këtë protestë, sigurisht do të flasim me ta. Dhe në studio janë Mevlana Ademi, Jon Selimi dhe Hava Nasufi. Faleminderit që jeni këtu. Por në linjë nëpërmjet teknologjisë do të kemi dhe profesoreshën Vlona Pollozhani për një aspekt tjetër, sepse kjo problematik dhe kjo çështje nuk i përket vetë studentëve, i përket të gjithëve, por duket që profesorët jo shumë i kanë mbështetur të paktën publikisht. Do të dëgjojmë edhe një vrojtim të profesoreshës Pollozhani Sheu. Fillimisht po e filloj me ju këtu. Jam e vlan një herë me ty. Pse edhe një protest? Pse edhe një protest të hënën? Njerë faleminderit për ftesën që na ftuat këtu. Pikërisht edhe një protest të hënën për arsyeën se nuk u dëgjua apo nuk u pam ndonjë veprim konkret herën e parë. Domethënë tani ka 2 vite që nga kërkesa e parë, 4 muaj nga peticioni edhe 1 muaj e gjys nga protesta e parë kur u mbajt. Edhe po flitet për një problem teknik i cili për fat të mirë po zbuloi edhe probleme të tjera që i kanë kolegët tanë në drejtime tjera, por edhe siç thatë edhe vetë problematikën se si qaset shteti kur vjen në pyetje drejtat e gjuhës shqipe, e cila në realitet nuk duhet të jetë problem për një popull që është shtet formues në këtë vend. Ja dua t'i pyes edhe Jonin edhe Havën. Fillimisht ty Hava, si e shikon ti këtë çështje që si studente në vend që të përqendrohesh në studimet e tua, duhet të merresh me një problematik që për shumë prej nesh presupozohej që ishte zgjidhur. Përshëndetje një herë edhe nga unë, faleminderit shumë për ftesën. Është një problematikë që me të vërtet nuk e shoh as pak të drejtë, sidomos për ne studentët të cilët jemi duke u munduar çdo ditë shkojmë ndjekim ligjërata që duhet theksuar, i ndjekim në gjuhën shqipe që të gjithë, ligjëratat domethënë janë në gjuhën shqipe dhe pastaj del problematika që ti kur duhet të diplomohesh, kur duhet të licencohesh, duhet të shkosh dhe të domethënë të mbarosh punën në gjuhën maqedone, e cila nuk jemi kundër, edhe kjo duhet thënë, sepse të gjithë mendojnë që studentat janë kundër gjuhës maqedone apo shtetit Maqedoninë e Veriut, por ne nuk jemi kundër. Ne thjesht kërkojmë atë jo të drejtën tonë, por e kërkojmë domethënë vendin në këtë shtet, le ta themi kështu. Dhe e shoh një problem shumë të madh, jo vetëm për studentat, por për të gjithë popullin shqiptar që jeton në Maqedoninë e Veriut dhe jo vetëm, sepse është një shkelje. Joni, e njëjta pyetje, a mendon që protesta do të bëj presionin e duhur që çështja të zgjidhet? Si e shikon deri më tani, si ka rrjedhur gjithë kjo situatë? Njërë shumë faleminderit për ftesën. Protesta besoj dhe jap efektin e vet. Ka pas efekt protesta e parë me faktin se i nxiti popullin, shoqatën civile, shoqërinë civile të dalin dhe të na bashkangjiten proteste, të mos e lënë kauzën si vetëm kauzë studentore, por si çështje që i tangon më shumë njerëz. A e ndjeni që e merrni përkrahjen e duhur? A ju mbështesin të gjithë njerëzit? Çfarë ju thonë njerëzit kur ju takojnë apo kur ju shkruajnë në rrjetet sociale? A ju mbështesin fuqishëm? Deri tash na kanë mbështetur shumë mirë. Unë jam shumë i kënaqur me mbështetjen edhe pres edhe më shumë. Dua ta përfshi tani në linjë edhe profesoreshën Vlona Pollozhani pikërisht për të dhënë një vrojtim të saja, sepse përshtypja është që ndoshta në aspektin publik jo shumë njerëz e kanë dhënë mbështetjen ose e japin në mënyrë indirekte dhe si reagojnë profesorët. Në qoftë se është në linjë profesoresh, faleminderit për këtë bashkë bisedim.
kështu nëpërmjet teknologjisë, por do të kemi mundësi edhe këtu në studio. Po dua t'ju pyes juve, si e shikoni fillimisht si një akademike, si një profesoresh këtë protest, këtë reagim të studentëve? Faleminderit për ftesën. Në rast të parë dua të përshëndes iniciativën e dytë për protestë të studentëve për një të drejtë të tyre legjitime, domethënë provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe. Dhe megjithatë gabojmë si shoqëri nëse debatin e ngushtojmë vetëm te ky provim. Studentët në fakt po mbrojnë kauzën e ligjit për gjuhën shqipe dhe si rinj i përshëndes për këtë që po bëjnë. Domethënë nuk është çështja vetëm te provimi, për provimin as që duhet të diskutohet, janë edhe shumë provime tjera që shqiptarëve nuk ju lejohen. Dhe kur gjuha shqipe mund të prodhojë jurisprudencë në Tiranë dhe Prishtinë, mund të prodhojë jurisprudencë edhe në Shkup. Ndërsa sa i takon pjesëmarrjes së profesorëve, domethënë mendoj se të gjithë duhet të përgjigjen thirrjes së tjetër. Një masë e madhe vetëm se i përkrahin, kishte edhe peticion që unë shkruajt nga qindra profesor. Është e vërtetë që duhet të jenë më të zëshëm. Në protestën e parë kishte profesor që morën pjesë nga gjitha universitetet tona. Shpresoj që protesta e radhës të jetë edhe më masovike. A kanë të drejtë ata që thonë profesoresh Vlona se disi profesoret janë pak të tërhequr, nuk janë aq direkt në mbështetjen e kësaj kauzës. Ndoshta bëjnë kalkulimet e tyre për çështje që ata mendojnë, apo është përshtypje e gabuar thjesht? Mendoj se është përshtypje e gabuar. Kauza e studentëve është e pastër dhe të gjithë duhet të jenë në mbështetje të tyre. Çdo gjë tjetër, domethënë duhet të lihet anash. Mendoj që duhet të përkrahen sa më shumë, sidomos në protestën e radhës të të hënës. Ka një reagim edhe një mbështetje profesoresh që vinë shumë nga shqiptarët jashtë Maqedonisë së Veriut, sidomos nga Shqipëria, ndoshta ajo aq e fuqishme nga zyrtarët nga Kosova. Si e shikoni këtë element që një pjesë e mbështesin, një pjesë nuk e mbështesin protestën e studentëve, por ndërkohë të gjithë e raportojnë sepse është bërë çështje rajonale? Patjetër që Tirana zyrtare dhe Prishtina zyrtare duhet ta mbështesin protestën pa asnjë dilemë. Duhet të dalin hapur me deklarata dhe ta mbështesin, jo vetëm funksionarë tjerë të cilët dalin në opinionin publik dhe mbështesin protestën. Pa diskutim që përkrahja nga Tirana dhe Prishtina duhet të vijë para. Profesoresh, dua t'ju pyes edhe një gjë këtu. Pritet që të ketë një përfaqësi më të madh ose një prezencë më të madhe te protesta të hënën. Ju vetë do të dilni në protestë, çfarë do t'i thoni studentëve të tjerë? Po, patjetër, unë do të marr pjesë në protestë bashkë me kolegët e mi, ashtu siç kemi marrë pjesë edhe në protestën e parë. Edhe do të jemi në mbështetje të studentëve tonë aty, sepse ato janë studentët që studiojnë në universitetin tonë edhe në dy universitete tjera, kështu që nëse nuk i mbështesim ne, kush do t'i mbështes tjetër? E tham në fillim, e tha dhe ju, e thanë dhe studentët, nga një problem që dukeshte teknik, për një numër të vogël studentësh, disa qindra studentë që megjithatë aq apo përfundojnë juridikun, tashmë çështja është ndruar në një çështje për gjuhën shqipe, për mënyrën se si përdoret, si duhet të përdoret. Ka një ridiskutim për sa zyrtare është, sa zyrtare nuk është gjuha shqipe. Si e shikoni, profesoresh, këtë fenomen që disi në shoqëri është rikthyer pikërisht debati nëse gjuha shqipe është ose nuk është zyrtare? Domethënë, gjuha shqipe është zyrtare pa diskutim dhe kjo baza kushtetuese dhe juridike për këtë çështje është amendamenti 5 i kushtetutës. Dhe me marrëveshjen e Ohrit e paraparë dhe ky status e shndron përdorimin e gjuhës, domethënë nga një çështje identitare në një normë imperative, ius cogens, të detyrueshme. Çdo tentativë për kontestimin e kësaj të drejte e cënon edhe parimin pacta sunt servanda, domethënë që marrëveshjet duhet të zbatohen. Dhe në raport me marrëveshjet shtet ndërtuese, siç është marrëveshja e Ohrit, pa diskutim që përbën shtyllën e sigurisë juridike. Dhe ligji për përdorimin e gjuhës, i cili hyri në fuqi në vitin 2019, domethënë është baza juridike për që e bën gjuhën shqipe gjuhë zyrtare.
Nuk dua profesoresh ta diskutoj çështje nga termat politik, sepse ne kemi dëgjuar politika se si e interpreton. Por realisht në terma real, a është korrekte që kjo shoqëri, profesorët, ju gjithë apo klasa intelektuale dhe jo vetëm, t'u lë studentëve këtë barë të një diskutimi që ndoshta do duhesh se të ishte e mbyllur? Po, është e vërtet, do me thënë, çështja, situata në të cilën ndodhemi, është e tillë që ka implikime edhe në organe tjera, për shembull Inspektorati i Përdorimit të Gjuhëve, organ që vetë shteti e ka krijuar për ta zbatuar ligjin për përdorimin e gjuhëve, konstatoi formalisht te Ministria e Drejtësisë shkelje në 6 pika. Dhe kjo është, këtu flasim për mos përmbushje të një vendimi administrativ. Dhe kjo situatë mendoj se do të ketë edhe implikime në procesin e anëtarësimit. Do të thënë, në kuadër të kapitullit 23, Komisioni vazhdimisht kërkon zbatimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve. Dhe tash për shembull në raportin e radhës të progres raportit do të shkruhet që inspektorati ka konstatuar shkelje. Në çdo muaj që Ministria qëndron në shkelje, krijon material për raportin e radhës të Bashkimit Evropian. A mendon që do të krijohet një moment ose këto studentët me protestën që bëjnë do të krijojë një moment ku disi do ta shkundin politikën dhe do t'i qasen kësaj problematike për te optikave të tyre partijake? Po, mendoj që e kanë forcën për ta bërë një gjë të tillë. Pa diskutim, rinia e ka forcën për të çuar proceset përpara. Të urojmë pra që studentët do t'i shkundin politikanët që mos t'i trajtojnë të gjitha çështjet nga optikat e tyre atëre politike. Profesoresh, unë të falenderoj për këtë ndërhyrje dhe për këtë mbështetje që a jep studentëve. Sigurisht, siç thash, do të kemi mundësi të tjera, por është e rëndësishme, mendoj unë, që ta shoh gjithë opinioni se në fakt studentët nuk janë vetë, po e gjithë shoqëria, sidomos profesorët nga ku dhe ju vini, pra nga universitetet e keni mbështetjen. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit juve. Çfarë ndiheni ose si ndiheni kur ju mbështesin profesorët? Ju a thon shpesh këtë me vlan që jemi me ju, vazhdoni? Cili është reagimi i tyre? Realisht po, me shumicën e profesorëve tani të mi që i kam unë në UEL, kemi patur një kontakt shumë të mirë edhe të gjithë kanë qenë në protest. Na kanë përkrahur dhe nuk dyshoj që edhe profesorët në Universitetin e Tetovës apo në Nën Tereza apo edhe në Universitetin e Strugës s'kan qenë aty. Kur bëhet fjalë për një kaos të drejtë kombëtare, besoj se gjithë duhet jemi të bashkuar, jo vetëm profesorët, për çdo shtresë e shoqërisë, pasi që kjo të gjithëve na tangon. Nga një problematik tematike u shndruan një debat të hapur për përdorimin e gjuhës shqipe në formë zyrtare nga institucionet e Republikën e Maqedonisë Veriut. Edhe kjo realisht është ku duhet të jetë pika jonë. Edhe unë besoj se këtu edhe do bazohet protesta jonë kryesisht, se nuk jemi vetëm na studentët e drejtësisë që kemi këtë problem. Hava është studentët në psikologji, po për të marrë specializimet e licencave të vete i ka provimet në gjuhë maqedone. Studentët e mjekësisë, provimin verbal që japin për të marrë licencën e marrin në bazë të gjuhës që flet komisionari. Studentët e arkitekturës, licencat për urbanizëm, provimi gjuhë maqedone, studentët e ekonomisë, licencat për kontabilist, për punën me letra me vlerë, për auditor, e 10 të tjera provime që janë vetëm në gjuhën maqedone. E tash të zgjidhim një problem tematike, të lëm gjithë ta kolegë anësh që na ndihmuan dhe do na ndihmojnë, jam në krah nesh në këtë, është e padrejtë. Edhe nga ana tjetër, edhe po i zgjidhëm ta, përdorimi i gjuhës shqipe në institucionet tona është në formë minimale, dhe më thonë edhe në web faqet e kene ballina gjuhën shqipe, kur hyn në dokumente nuk e ke fare, inekzistente. Dje kishim një avokat në Strugë kur takuam me studentët, ai shumë mirë sqaroi që për të dërguar një padi në gjykat, ai si avokat do ta dërgojë në gjuhën maqedone, o kur ta dërgojë në shqip, edhe në shqip edhe në maqedonisht. Njëta situatë më ndodhi edhe mua kur e dorëzova në kuvent dhe në qeveri peticionin. Mu kërkua që ta kem, unë e kisha në gjuhën shqipe, mu kërkua që ta kem edhe në gjuhën maqedone ose nuk e pranojnë. Si mund të në Ministrinë e Drejtësisë, në Agjencionin për zbatimin e gjuhëve, në Inspektoratin e zbatimit të gjuhëve, të mundet të dorëzoj kërkesën në gjuhën shqipe, në disa institucione nuk mund të kam të dorëzoj në gjuhën shqipe. Do të thonë është ky bot kuptim, edhe vetë nga administrata, që duhet të fillojnë ta ndryshojnë këtë mendim që e kanë për gjuhën shqipe dhe të nisin ta
të bazohen në ligjin për përdorimin e gjuhës në mënyrë eksplicite, domethënë jo shqipe. Cili ishte normal do t'ju pyes se çfarë pritet të hënën, sepse me siguri ju keni parashikuar diçka të ndodhur, por kur I takonit studentët nga universitetet të ndryshme, sepse keni bërë një mini tur, nëse mund ta them kështu. Çfarë thon ata Hava? Çfarë thon studentët për gjithë këtë situatë rreth gjuhës? Cili na përcjell pak emocionin që ata e kanë? Në fakt, diçka që dua të përmend si fillim është dje kur ktheheshim nga Struga, kur kishim takim me studentët në Universitetin e Strugës, domethënë edhe me qytetar, po të rinj atje. Kur u kthyem dhe u ndalëm në strash, deshim të marrim diçka të hajmë apo të pim dhe vjen një vajzë e kalon rrugën nga ana tjetër e rrugës, vjen edhe kishte një emocion në sytë e saj dhe vetëm tha unë ju kam pa, ju mbështes shumë edhe ishte një ndjenjë që vërtet nuk di si ta përshkruaj sepse me të vërtet më emocionoi mua me Vlanin, Jonin, u emocionuam të gjithë e falenderuam, por e njëjta, domethënë të njëjtat emocione na kanë përçuar edhe të rinj të tjerë, të cilët na shkruajnë apo kur I takojmë thonë që jemi shumë krenar që ju keni dalë, folni për gjuhën tonë, për të drejtat tona. Kanë edhe pikpyetje, domethënë se pse kemi mbritur deri këtu, pse domethënë gjuha jon është ajo që nuk pranohet në shtetin tonë. Edhe gjithë këto pikpyetje I kemi të gjithë ne, edhe studentët, edhe qytetarët e Maqedonisë së Veriut. Kjo është arsyeja edhe pse ngrihemi në protestë, sepse kemi pikpyetje se pse ne nuk pranohemi në vendin tonë. Joni një lloj, çfarë ju thon studentët kur I takoni, kur I keni këto takimet, kur e sqaroni qëllimin e protestës? Normalisht studentët I kanë pikpyetjet e veta, kritikat e veta dhe sugjerime, të cilat ne jemi të hapur t'i ndëgjojmë, po kryesisht ka përkrahje. Ka vullnet për të ardhur ata të na përkrahin në protesta. E tash nuk ka xhelozi që ju e keni marrë Jo. në krye dhe nuk janë ata tjerët? Kauza është e jona. Të fundit, të gjithë jemi të barabartë në këtë iniciativë. Ashtu. Okej. Tani duam apo nuk duam, kjo protestë, siç edhe diskutuam me profesoreshën, shikohet nga syze ose optika politike. Dhe diskutimi kryesor është, në qoftë se e shikojmë nga aspekti politik, që pse nuk janë zgjidhur këto çështje deri më tani. Si e shikoni ju këtë problematik me Vlan? Çfarë do t'ju thoni atyre politikanëve që ju thonë ja pse protestoni tani kur kjo çështje nuk është zgjedhur deri më tani? Ndoshta është dashur të dalim në protesta ne duke qenë në shkollë fillore, të arsyetojmë pak këtë. Unë e kam marrë përsipër ta mbaj fajin për gjithë. Edhe ata që se kanë bërë më para, edhe këta që se bëjnë tani. Po, realiteti është që ligji për përdorimin e gjuhës është ekzistent, është në fuqi. Arsyetimet e kryeministit që është në gjykatën kushtetuese janë absurde dhe nuk duhet të bëhen nga një kryeminist I vendit. Por dhe vetë qëndrimi aty edhe këta vonesa të zvarritjet nuk janë të arsyetueshme. Në përgjithësi do kisha thënë që duhet të kujdesemi me përgjigjet tonë që na bën në këtë aspekt, sepse nuk përfitojmë kurgjë nga e kaluara. Po ja do ta bëj pyetjen direkt, do ta bëj pyetjen direkt. Jeni të manipuluar nga opozita? Jeni të manipuluar nga një parti politike? A është qëllimi për të turpëruar këto që janë tani në pushtet? Jo, asesi. Unë, domethënë grupi jon para 2 viteve kur e kemi prit gjatë kohë për këtë për të arritur të marrë një epilog kjo çështja jon. Kjo çështja tematike që e kishim, por nuk mori. Ata më tregoni ju mund në nazim. Na keni shikuar dhe na keni ndjekur. Çka duhet të bëjmë sipas juve? Ose ti pyes këta që janë në vend pozicionet e tyre. Po pritëm 2 vite, po pritëm 4 muaj nga peticioni, po presim 1 muaj gjysmë nga protesta e parë. Çka duhet të bëjmë ne edhe sa duhet të presim që të zgjidhet kjo çështje jonë? Se askush neve nuk na jep një afat kohë na thosë për 2 javë e keni të kryme, për 2 muaj e keni të kryme. Ne jemi të gatshëm, ne kemi qenë të gatshëm edhe të presim, por ne nuk mund ta hupim këtë momentum dhe këtë debat publik që po zhvillohet tek ne, të presim derisa politika të jetë e gatshme ta pranojë atë. Ne kemi qenë shumë të qartë në deklaratat tona dhe ekstremisht të kujdesshëm të mos sulmojmë subjekte politike që ndoshta nuk kanë pas të bëjnë me këtë çështje, se Ministri i Drejtësisë është udhëhequr nga ministri i një partie maqedone. Edhe ne kemi thirrur çdo herë që duhet të bëhet një bashkim I partive shqiptare për këtë kaos. Po tash disa partia që shohin të arsyeshme janë bashkuar, disa të tjera që nuk e shohin, nuk e kanë pa të arsyeshme,
ndoshta kanë pa këta kanë nxit këtë debatin, po unë u them të gjithëve që duhet të jenë të kujdesshëm se si flasin, se jo rastësisht nuk ka patur gjatë kohë protesta studentore këtu tek ne, se ne drejt i sulmojmë edhe studentët. Si e komentoni faktin se me që e përmendën kryeministrin që zgjidhjen do ta çojnë te Komisioni i Venecias dhe ata të japin një lloj propozimi për këtë çështje. Çfarë mendoni për të tilla opsione? Asesi nuk pajtohem për të tilla opsione, nuk mundet çdo çështje shqiptare të dërgohet në Komisionin Venecian. Nuk mundet. Nuk është e kuptueshme ajone, edhe këtë diskutim unë e kam patë edhe për herë të parë kur e kam të takuar kryeministrin, që ka dashur ta dërgojë atje. Nuk është zgjidhja çdo problematik tonë ta dërgojmë në Komisionin Venecian. Zbatoj ligjin që e ke ekzistent. Nëse mendon që mund ta bësh më mirë, realisht më mirë, bëje. Tash nuk duhet vetëm partitë shqiptare, se kryeministri i vendit është edhe kryeministri im, edhe i maqedonasve, edhe i turqve, edhe i vlevëve, edhe i bosnjakëve. Edhe ai duhet të luftoj për të drejtën time. Por në këtë rast shihet që çdo çështje, edhe këtë diskutoja edhe me ndërkombëtarët kur u takoheshim, që thonin që me të qeshur që çdo çështje kur vjen tek ju, veçanërisht tek gjua, po përmendet Komisioni Venecian, që ne shohim si një tentativë për ta zbaritur. Domethënë, mund ta gënjesh ndoshta veten, ose mund ta gënjej ndoshta veten, por neve nuk na gënjen dot. Keni folur sërish me subjektet politike shqiptare për ta sqaruar që në fakt nuk e keni fare qëllim të hyni në spektrin e tyre ose në interpretimet e tyre, por keni qëllim për ta zgjidhur një çështje? Ne gjithmonë kemi bërë thirrje për bashkim, sepse kjo kauzë është kauzë që i tangon gjithë shqiptarët. E tash, siç e përmendëm edhe më herët, kjo çështje filloi si një çështje teknike. Tu punu, duke u mundu të gjej një zgjidhje kësaj çështje, ne pam se ka probleme edhe në fakultete drejtime tjera. E tash, kur ndërkombëtarët na japin përkraje, kur një kongresmen amerikan, që du ta falenderoj, Keith Self, ai thot që kjo që po bëjnë këta është një tentativë për të zhvojë një civilizim. E si ta marr unë atë që ma thot ai, edhe të veproj ndryshe se si veprojmë tani. Ne vazhdojmë që bëjmë thirrje partive politike shqiptare që na bashkangjiten, na ndihmojnë që të gjejmë një zgjidhje të kësaj çështje. Komisioni Venecian ka lloj-lloj ligje të cilat mund të dërgojë kryeministrin në Komisionin Venecian. Ligji për përdorim gjuhëve është shumë i qartë, shumë mirë i thurur, edhe veç kërkon zbatim. Si e pat në protestën e parë se si u reagua sidomos nga mediat maqedonase. Disi nuk u përçua deri në fund mesazhi juaj. Praktikisht ju kërkoni të zbatohen ligjet e këtij vendi, pra nuk kërkoni asgjë tjetër, kurse përshtypja ishte sikur kërkoni diçka që është përtej asaj që ekziston. Çfarë mesazhi do t'ju jepni ju, Hava, për protestën që vjen? Si duhet t'i qasen protestës dhe kërkesave tuaja? Të me thënë, edhe protesta e parë kishte reagime të shumta nga pala maqedone, duke menduar se ne jemi, e thash edhe në fillim, kundra tyre. Ne nuk jemi kundra tyre, thjesht jemi kundra ligjeve që duan t'i ulin poshtë. Në protestën e dytë, në protestën e parë jemi dukur shumë të këqi në syrin e maqedonasve, në protestën e dytë nuk e di se si do dukemi, por ata le të presin vetëm gjëra të këqija. Mund ta them kështu. Jo, me të vërtetë, studentët edhe në protestën e parë, edhe gjatë, përgjigjeve që i kemi dhënë që të gjithë, kur nuk kemi qenë ata që kanë shpërndar gjuhë urrëtie. As diçka të keqe, as për Palën Maqedonase, as për partitë politike, siç e përmendët ju. Të gjithë studentët atë ditë edhe në të hënën do të mblidhen për një qëllim. Edhe partitë politike duhet ta kenë qëllim, shqiptarët të mos përçahen jo tani, të paktën jo t'i lënë sërish, sidomos studentët në balë, sepse është shumë e rëndë. Të keq që për shembull interpretimet janë te Maqedonasi, ose te partitë politike shqiptare, gjithmonë nga këndvështrimi politik që nuk e shohin si një problem që realisht na prek të gjithëve, apo jo? Më vjen shumë keq sepse për shembull, nëse do të ishte një temë që do të vinte nga pala Maqedonase, nëse ato do të kishin një problem të atill, nuk mendoj që shqiptarët do të reagonin aq ashpër sa ata reaguan për ne.
do të kisha dashur shumë që edhe për shembull studentët e Maqedonas të na përkrahnin disi. Jo ndoshta të dilnin me ne në proteste, dhe pse ne i mirëpresim që të gjithë, por ta kuptonin se si është, domethënë të studiosh në gjuhën tënde, të shkosh në ligjërata çdo ditë për 4 vite, 5 vite, të mësosh në gjuhën shqipe dhe pastaj të kërkohet që ti të përfundosh provimin në gjuhën Maqedonas. Edhe për ata nuk besoj që do të ishte e bukur. Keni tentuar të flisni me student Maqedonas, me organizata, me shoqata të studentëve Maqedonas, ti thoni edhe atyre t'ju bashkohen? Po frika është më e madhe se sa vullneti për t'u përfshirë në këtë. Mendoj që frika e bën vetën se edhe ne nuk është që nuk kemi pasur kështu kërcënime ose mesazhe të këqija, ose domethënë duke na thënë që ju doni të përçani, ju doni që ta merrni vendin, ne nuk duam ta marrim vendin, ne jemi të këtij vendi, ajo është. Ju kanë sulmuar, do të thuash, në rrjetet sociale, jeni përballë ndoshta për herë të parë me këtë, se kur vihesh në qendër të vëmendjes, sigurisht që atëherë edhe sulmet janë të tilla. Por çfarë do t'i thoshe atyre që të sulmojnë, që të ofendojnë? Nuk kam asgjë për t'ju thënë përveç se në fund ne do dalim fitimtarët, edhe ajo është e sigurta. Pastaj gjëra të tjera nuk të trembin sulmet, ofendimet. Po nuk ka pse të na trembin. Ne jemi gjithë së bashku, nuk jam veç unë, nuk është veç Mevlani, nuk është veç Joni, jemi gjithë. Edhe kur bëhen, domethënë, gjithë shqiptarët bashkë, ne do të arrijmë deri në fund. Pastaj gjëra të tjera janë. Po mirë, ja, megjithatë, nuk mund të bëni një tentativë për të diskutuar me kolegët tuaj Maqedonas, për t'ia sqaruar që nuk ka të bëj fare diçka kundër tyre, kundër shtetit, kundër ligjore, po është gjithçka brenda ligjit. Të cilat postohen, ato janë. Dakor, po prap ju jeni student, ndoshta mund të kishte krijuar një urë të tillë. Nazim, ne kemi shumë kolegë Maqedonas, edhe kemi edhe miq që i njohim. Besoj se secili shqiptar, po ka ka miq Maqedonas, por në moment që ti ja sqaron, ai të kupton, po friga edhe është atyre që mos bëhet shënjestër nga komuniteti vet. Se në moment ai që del kraneve do cilësohet si tradhtar i kombit të vet, se çdo e drejt fatkeqësisht ende e kanë atë mendim që çdo të drejtë që na zbatohet apo që e fitojnë shqiptarët në këtë vend është në dëm të tyre. Ne nuk e marrim këtë shtet. Ky shtet është saj e atyre edhe i Joni. Nuk ka të më shumë. Do me thënë, ju e keni bisedu me ata, aq sa keni bisedu, dhe ata e kuptojnë problematikën, apo? Po, e kuptojnë shumë mirë problematikën, po të paktën këta që kemi patur kontakt, po siç thash, ata frikën që të mos bëhen shënjestër edhe nuk dalin shumë publikisht. Po normalisht ke figura që kanë dalë si njëri prej artusëve të kushtetutës, që ka dalë në mbrojtje dhe ka thënë kanë të drejtë ligjore këta studentët, edhe po ti lexosh komentet në atë postim që e ka, nuk e ka qindra komente negative ku e kanë shah dhe vetë bashkombasit e ati. Dhe unë e shoh që kjo i frikson ende më shumë Maqedonasit tjerë që ndoshta na përkrahin të dalin publikisht me këtë, që mos bëhen shënjestër dhe të mos cilësohen në atë mënyrë. Çfarë mendoni për këtë gjuhën e urrëties që është rishfaqur në mënyrë më drakonike, do të kisha thënë, në mënyrë të paparashikuar, pikërisht për shkak të nismës, protestës dhe gjithçka që ju bën. Si e shikoni këtë element? Sa ju ndikon? Unë mendoj që kjo çështje ka filluar të shndrohet në një lloj ideologjie të pala maqedonse, për shkakun se imagjinoni sa student shqiptar do i nënshtrojnë provimin e jurisprudencës nëse fillon zbatohet edhe në gjuhën shqipe. Edhe mendoj që ai mentalitet i pengon ata që dalin për krajet tonë se mos po ja uzon vendin e atyre. Më tepër janë të trembur, do të thuash për ashtu përshtypjem e Gjuhë urrëties duhet të ndëshkohet në çfarëdo mënyre. Po unë çka shoh, të paktën në postimet që shohim të gjithë në rrjetet sociale në Facebook, në shumicën e rasteve vjen nga ata gjuha urrëties. Unë ende nuk kam pas postime të shqiptarëve që Po çfarë mendoni ja për këtë që nuk janë ndëshkuar, nuk ndëshkon politika nuk e ka ndëshkuar, nuk ndëshkon institucionet, policia nuk ka marr asnjë veprim. Domethënë kjo duket sikur lejohet. Në lojrat e tyre dalin tifogrupe dhe thrasin dhoma gazi për shqiptarët. Shqiptari mirë, shqiptari vdekur. Po si mund kjo mos të ndëshkohet? Si mund të vendoset atyre gjob vetëm me 5.000 euro?
ose në prezencë të zyrtarëve të lartë bërtiten këta thirrje, shfaqen këta shkrime në të gjithë qytetet shqiptare. Unë ende nuk e kam pa një mbishkrim të paktën në Tetov, ku jemi një mazhorancë e madhe shqiptarët aty, një mbishkrim kundër maqedonasëve. Të gjithë kanë qenë nuk ka të ne, të gjithë mbishkrimet që bën. Edhe në protestë nuk u fol asnjëherë diçka me gjuhërritje në gjuhërritje. Aty ka patur një 5 sekonda që është thirrur ushtria çlirimtare kombëtare e jona që cet kanë luftuar dhe ata janë krenaria, herojnë tanë që kanë luftuar për të drejtat që ne sot i gëzojmë. Edhe nëse është thirrur, ata nuk duhet të portretizohet si diçka e keqe, siç bëhet nga mediat maqedone, ose siç ishin anku që nuk ka flamura Maqedonas. Është e pakuptimta, ajo flamuri shqiptar është flamuri kombëtar i jini. Edhe normalisht gjithmonë do na përfaqësojë. Po, ja, një argument ishte se përderisa kërkon të drejtat të këtij shteti, atëherë pse nuk e ke edhe flamurin e këtij shteti. Jo, ne nuk e kërkojmë të drejtën, ne kemi të drejtën, ne kërkojmë ta zbatojnë, po ata kur të mëson që të bëmë më të lirë, të bëmë pak më mendje hapur, më tolerant, më të kuptimt me shqiptarët, se miqtë të vërtet të cilët mund t'i kenë në këtë vend jemi ne. Ata kur ta kuptojmë këto, besoj se edhe do ndryshojë edhe qëndrimi i shqiptarëve. Po nuk mund të amohosh, unë e ceka edhe tek një emision që kishim, çdo gjë që kanë fituar shqiptarët në këtë vend e kanë fituar me sakrificë, me mund. Na duhet të vazhdojmë kështu edhe 100 vite ne, a duhet të vazhdojmë kështu edhe në Bashkimin Evropian, çdo herë kur të kemi diçka duhet të çohemi pesh, po jo, ata duhet të jenë të mirë kuptim, të kuptojnë qëndrimet tona edhe të na ndihmojnë. Po kjo nuk ndodh. Flamurin nuk mund ta mbajmë kur nuk e ndjejmë ta mbajmë atë flamur, se nuk është po na jep diçka flamuri i shtetit tonë. Do e mbajmë atë që e ndjejmë që është i joni. Po si gjest do ta bëni kësaj radhe për t'i thënë, ja, toshta për t'i qetësuar, për t'i thënë atyre ja, se kemi problem, domethënë nuk është fare çështja e flamurit, sa është çështja e zbatimit ligjeve. Flamurat i parë nuk i organizuam ne, ishin studentët ata që i morën, njerëzit përreth. Tash do shojmë tek e dyta se si do jetë. Dakor, dua t'ju pyes se çfarë do ndodh te protesta, se sigurisht që keni parashikuar diçka, por para se të kaloj aty, një pyetje më esenciale. Si e prisni të zgjidhet gjithë kjo çështje? Sepse në qoftë se ka një ligj vetëm për jurisprudencën, a mendoni që në fakt po hapet një kuti Pandore ku për çdo kërkesë shqiptare të mëtejshme, siç përmendet ju në universitete të tjera, në deg të tjera, në fakt do duhet pastaj ligj i veçantë për të gjitha? Apo ju tani kërkoni që thjesht të zbatohet ligji dhe siç e interpretojnë disa juristë që në fakt norma ligjore ka, ligji, kushtetuta e lejon përdorimin e shqipes për të përfunduar procesi arsimor në gjuhën që e ke filluar? Po, domethënë jemi plotësisht në zbatimin e ligjit për përdorimin e gjuhës, çdo ligj i ri vetëm do ishte në dëm të kësaj dhe do bëhet atë tejkalimin e këtij ligjit, që pastaj ne kur të vijë puna tek studentët e psikologjisë apo për ndonjë çështje tjetër, do duhet dalim përsëri të protestojnë, që është e pakuptimt. Unë i lutem edhe një herë institucionet, figurat politike që janë që të insistojnë edhe të reflektojnë, që ta përdorin ligjin edhe të mos bëjnë një ligj të ri, apo siç kishin thënë, jemi duke punuar për propozim ligj të ri, nuk ka nevojë për ligj të ri. Respektoj atë që është. Në fakultetin juridik, çfarë thon profesorët, ekspertët, sepse ata janë ekspertët e kësaj çështje, që ka një ligj dhe duhet zbatuar apo duhet një ligj të ri? Jo, të gjithë profesorët që i kam takuar kanë thënë që ligji është shumë i qartë. Tash në qoftë se hym asaj, domethënë arsyetimet që kanë qenë se nuk është harmonizuar ligji me i provimit jurisprudencës, po realitet është ajo, nuk është e harmonizuar, ndoshta ka mund të harmonizohet, po përsëri ligji e ka shumë mirë të rregulluar tek 23 paragrafi 4-5, që do të në qoftë se nuk harmonizohet, institucionet përsëri detyrohen. Ligji për përdorimin e gjuhës është votuar me bad intern, domethënë ka fuqi ligjore më të madhe se këta, dhe vetë nenet aty e bëjnë atë veproj si lex specialis. Po, të gjitha këto tash ne jemi fokusuar shumë tek provimi i jurisprudencës, po tematika është në përgjithësi edhe sjellja e atyre kundrejt gjuhës shqipe, ajo albanofobi, dhe nuk mendoj që në vitin 2026 duhet kemi apo duhet të toleroj qeveria ministra që tentojnë të gjejnë atë pikën e zezë dhe të ikin, se e thash gjatë kur ishim në Struk, ndonjëherë edhe po t'u shkruash në gur, ata përsëri do tentojnë mekanizma të ndryshme për të ikur asaj. Po në qarqet akademike ku ju veproni, ekziston pra qëndrimi që në fakt nuk duhet një ligj i ri për një profesion specifik, por duhet thjesht të zbatohet ligji. Interpretimet politike pastaj janë ato që i kemi dëgjuar.
Shpresoni që politika ta dëgjojë këtë mesazh? Edhe ta bëj presionin që mos ta diskutojmë këtë çështje? Çfarë pret për politikës jonë? Normal që pres të bëjmë presionin që munden ta bëjnë. Tash prej opozitës presim ta ngrejnë zërin në parlament, prej pozitës presim të bëjnë një lloj marrëveshje, të gjejnë një farë zgjidhje të kësaj çështje. Dakor, të shpresojmë se kjo do ta sjellë ata. Paktën bloku jon të jetë i bashkuar, se nga ana tjetër nuk presim shumë, po paktën bloku shqiptar, partitë shqiptare të jenë një zër, dhe të mos bëjmë step back prej kësaj, se çdo hap prapa është i dëmshëm për ne realisht. Dua tani t'ju pyes se çfarë do ndodh të hënën. Protesta është e thirrur në 4:30 mbas dite, pak a shumë te i njëjti vend ku edhe u nis protesta herën e parë. Si e keni parashikuar? Çfarë do ndodh Hava? Çfarë? Po që dje kur e postuam që domethënë do të kemi të hënën protest, u pa shumë qartë se të gjithë njerëzit domethënë mezi e pritën që ta postojmë se kur do të dalim në protesta. Unë vërtet pres që atë ditë të ketë sa më shumë student, sa më shumë qytetar shqiptar, pse jo edhe nga Pala Maqedone apo nga të gjithë, të vinë të na suportojnë, sepse është diçka, domethënë një problematikë që ndoshta sot ne jemi student, nesër pas nesër do të jenë fëmijët e dikujt, ata të cilët do ta vuajnë këtë gjë, sepse me të vërtetë është një temë që na prek të gjithëve. Presim domethënë mbështetjen e të gjithëve, të vinë, të dalin në mbrojtje të studentëve, të gjuhës tonë, të vendit tonë. Këtë. Mevlan, çfarë do ndodhe? A parashikohet si do zhvillohet protesta? Po tash hapi parë është të bëhet protesta, presim edhe një përkrahje ende më masive se herën e fundit që e kishim, presim përsëri njerëzit të na bashkohen nga të gjitha shtresat e shoqërisë, fëmijë, nxënës, profesor, intelektual, të gjithë të jemi, prindërit tanë, axhallarët tanë, të gjithë aty së bashku të jemi, të dalim të tregojmë njëre për gjithmonë se gjuha shqipe është element shtetëformues, është element i identitetit jon. Edhe në jo sot, edhe pas 10 viteve, brezat e rinj përsëri do e kërkojnë këtë. Unë shpresoj që të kemi sukses, po normalisht ne kemi menduar të hapin 2-3 radhës pas kësaj proteste, nëse përsëri do hasim në vesh të shurdhur. Po shpresoj që kësaj radhe të ja njerë të kalojmë këtu. Pra do mblidhen në 4:30 aty dhe do të ecin drejt Ministrisë së Drejtësisë, e njëjta gjë apo nuk e kemi fiksuar ende atë gjë. Këto detajet jeni duke sot do kemi një mbledhje pastaj dhe do e caktojmë këtë detaj, po më shumë gjasa do të jetë lokacioni është para urës Gurit dhe pastaj rrugës. Ndërkohë kërkesat dhe ato gjërat që i kërkuat herën e fundit, domethënë në protestën e fundit, do jenë të njëjta apo do ketë diçka më shumë, Joni? Si është parashikuar? Po kërkesa është ajo që është, domethënë nuk ka diçka më shumë. Zbatojeni ligjin, asgjë më shumë, asgjë më pak. Nuk ka kërkesë tjetër. Ka paralajmërime se mund të vinë student nga jashtë Maqedonisë, kush mund të jenë? Keni informacione për këtë? Ne ju kemi bërë thirrje të gjithë kolegëve nga Kosova, nga Shqipëria që bashkëngjejnë me ne në këtë kauzë, të vinë të na bashkohen. Edhe kemi parë reagime të shumta në ata vende. Sa do vinë, si do vinë, nuk kemi ndonjë informacion. Ne do organizohemi kryesisht në universitetet tona dhe shpresoj të dalë sa më mirë. Nga ana institucionale i keni zbatuar të gjitha rregullat dhe kërkesat siç duhet, domethënë kjo nuk është që mund të keni një pengesë të tillë teknike apo jo, nuk prisni. Ende kërkesa nuk e kemi ndërzuar, planifikojmë që nesër të ndërzohet. Po nuk marrim dot ne kemi bazën kryesore këtu tek na, tash kush vjen në mënyrë private mund të vijë kush të dojë. Ajo është diçka tjetër, po. Kret në fund, me notat si jeni? Keni rënë pak nga provimet apo jo? Apo nga mësimet apo jo? A arrini jo? A ma tregoni drejt tash? Joni? E mbajmë. Nuk keni qëndrojmë. Po, nuk keni dhënë kështu, mos kesh lënë ndonjë provimanesh. Jo, ende jo. Ndeshojmë në fund për na marrë diplomë. Profesorët ju marrin me të mirë, kështu thon hajt këto studentët belaxhin në thojza apo ju kërkojnë më shumë? Ka një paktën të unë të them ka një mirëkuptim shumë të madh nga ana e profesorëve, besoj se edhe te kolegët tjerë. Jo që na lirojnë diçka shumë sa ata prap janë strikt në atë pjesë, po e kuptojmë dot kur vonohemi pak, kur kërkojmë ndonjë pyetje shtesë që e ka sqaruar një herë, po e pyesim edhe një herë se jo çdo herë kemi vëmendjen aty. Tash për shembull këtë javë jemi duke menduar të hënën të gjithë.
Kur I keni sesionin e provimeve? E kemi lënë pas Ka për Ka dhe pak kohë. Do me thënë duhet I bëjmë të gjitha, sepse pa provimin nuk mund të shkojmë te juristi protest. Më vjen keq që duhet të merremi me këtë çështje, për shembull jam viti 4, unë do të shikoj ku do vazhdoj master, ende nuk e di ku do shkoj master, se s'kam patur kohë të duke u marrë me këtë çështje dhe besoj se edhe shumë kolegë tjerë kanë këtë të njëjtën problematikë. Unë ju dëshiroj sukses njerë në studime, sepse ajo është më e rëndësishmja, pastaj edhe në gjithë këtë nismën tuaj, e cila shpresoj që do të pranohen se shumë e pastër edhe si një leksion demokracie, ku pa e thënë zëri qytetari, në këtë rast ju studentët, gjërat nuk mund të ndryshojnë, dhe gjithashtu shpresojmë që e gjithë nisma juaj mos të merret si një moment politik ku një subjekt ose një tjetër mund të ta shohë si moment përfitimi që nuk mund të përjashtohet, por ta shohin si një problematik që për mua, për brezin tim do duhet të ishte mbyllur. Kështu që ju uroj suksese dhe faleminderit që erdhët edhe që bëm këtë bisedë edhe për të sqaruar se çfarë mendoni dhe si e shikoni të ardhmen. Faleminderit shumë. Të dashur ndjekës, këtu do të përmbyllim këtë podcast, një nga më të veçantat sepse jo shpesh më bie të kem kaq shumë student pozitiv të mençur që na japin edhe mesazhin se në fakt e ardhmja mund të jetë edhe e ndritur në këto momente ku shpesh shfaqet një pesimizëm I madh. Podcasti Rishtazi do të vi pas disa ditësh sërish, deri atëherë, mirupafshim.